Pas vërshimeve të lumejve Seman dhe Vjos gjatë javës së kaluar, tonelata me mbetje urbane dhe inerte pushtuan zonat bregdetare në Fier, duke detyruar autoritetet vendore të nisin një aksion të gjerë për pastrimin dhe grumbullimin e tyre. Aksioni nisi sot dhe do të vazhdojë deri në heqjen dhe largimin e të gjitha mbetjeve nga punonjës të ndërmarrjes së pastrimit me mjete dhe makineri të rënda. Bëhet fjalë për tonelata me mbetje plastike, inerte dhe drusore, të cilat janë transportuar gjatë rrjedhjes së lumejve Vjos dhe Seman, duke përfunduar në detin Adriatik në Darzezë dhe Seman. Kryebashkiaku Armando Subashi pohon se duke qenë një hapësirë e madhe, aksioni do të vijojë. Gjatë këtyre ditëve kemi bërë një inspektim të 2 zonave bregdetare. Këtu jemi në zonën e Darzezës ose në plazhin e Darzezës, ndërkohë që mbas kësaj do të vazhdojmë edhe në zonën e Semanit. Kemi bërë një plan masash për pastrimin e gjithë bregdetit. Siç e shikoni, përgjithsisht ka ndotje, le të themi, nga mbetjet urbane, nga plera, kryesisht plastik dhe qelq, por shumica e ndotjeve janë lëndë drusore. Duke pas parasysh këtë lloj ndotje, kemi organizuar punën edhe në 2 faza. Fillimisht do të bëjmë mbledhjen duke i qëmtuar me dorë gjitha, siç e shikoni me një grup punëtorësh që kemi sjellë për gjithë mbetjet urbane, pra plastikën dhe qelqin, dhe pastaj me mjetet më të rënda që kemi sjellë kamionat skrepa, do të vazhdojmë me gjithë pastrimin e mbetjeve drusore që kanë sjellë lumejt. Sigurisht është një proces i planifikuar apo jashtrave? Ne përgjithsisht plazhet i pastrojmë jo vetëm në periudhën e bearit, se në periudhën e bearit kemi shërbime të rregullta këtu, por kryesisht edhe në periudha kohore gjatë dimrit. Këtu kemi sjellë 2 ndërmarrjet e bashkisë, pra kemi sjellë një grup punëtorësh nga ndërmarrja e pastrimit dhe ndërmarrja e shërbimeve publike, plus edhe mjetet e bashkisë, kamiona, skrepa. Dhe po tjetë nevoja, mund të sjellim në ditët në vijim edhe një makinë më speciale, siç është graderi që kemi në bashki, apo edhe ajo pajisja që ndofta ju e keni parë në periudhën e bearit, e cila bën shoshitjen e rërës dhe ajo është i jep le të themi atë dorën përfundimtare dhe nuk lë asnjë bish cigare në thonjza në rërë. Deri tani jo, por shpresojmë që në fundjavë, se ne do vazhdojmë edhe të shtunën, edhe të dielën, besoj që në fundjavë do kemi edhe vullnetar, nëse do duan t'i bashkojnë këtij procesi, por pavarësisht kësaj, ne jemi të ndërgjegjshëm për detyrat dhe funksionet tona dhe do të vazhdojmë t'i kryejmë deri në fund. Është kjo një situatë e vështirë siç nuk e ka pasur më herët Bashkia e Fierit? Në fakt ne kishim disa vite që Vjosa dhe Semani nuk na ngacmonin, me thënë drejtën. Ajo që ndodhi para 2 javësh ishte një situatë e pandodhur dhe sidomos Semani, sepse edhe Semani kishte goxha prurje për shkak edhe të shkarkimeve që u bën nga hidrocentrali Banjës, edhe për hir të së vërtetës edhe Semani solli goxha mbetje. Por ne pavarësisht kësaj, siç e thash, jemi në krye detyrës dhe do të vazhdojmë ta mbyllim me sukses të gjithë këtë proces. Aksioni pritet të zgjasë 2 javë, ku do të përfshihen përveç punonjësve edhe mjete si skrep dhe eskavator për largimin e mbetjeve.